Mirëmëngjes, nderuar miq, jemi në News 24 fundjavë dhe sot do të qëndrojmë së bashku deri në orën 12 me gjitha rubrikat e programit. Do të qëndrojmë tek aktualiteti. Sot është data 22 nëntor, dita e alfabetit, dita kur shqiptarët u bashkuan për të folur me një zë, me një gjuhë dhe me një alfabet. Nga manastiri nisi rruga drejt identitetit ton kombëtar dhe unë do të shkoj në një komunikim në Maqedoninë e Veriut me zotin Naim Iliazi, politolog atje, për të folur për gjithë sfidën e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut dhe gjithçka tjetër. Naim, përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Për mua është kënaqësi e veçantë që të jem dhe të flas për këtë temë të rëndësishme apo për këtë ditë të rëndësishme feste mbarkombëtare dhe më lejoni që në fillim t'ju uroj shqiptarëve anë mban kudo që janë, gëzuar dhe urime dita e alfabetit, gëzuar 22 nëntori. Naim, simbolika e kësaj dite është e rëndësishme. Kam përshtypjen që në Maqedoninë e Veriut sot do të ketë disa aktivitete njëherësh. Unë do doja të dija për rëndësinë që flitet në Maqedoninë e Veriut dhe sfidat që aktualisht haset çdo shqiptar për të folur gjuhën shqipe në këtë vend. Mendoj që Maqedonia e Veriut ka bërë një hap të rëndësishëm në ndërtimin e gjuhës apo në mbrojtjen e gjuhës shqipe, duke e vendosur edhe ligjin për zbatimin e gjuhëve këtu në Maqedoni. Mendoj që ligji i gjuhëve duhet të përparoj sa më shumë që mundet dhe do të ishte e zbet situata po që se gjuha shqipe nuk respektohet në vendin ku krijua alfabeti i gjuhës. Për të rëndësi, Maqedonia ka një rëndësi të veçantë për shqiptarët, jo vetëm të Maqedonisë, po për shqiptarët mbar tregat shqiptare që të forcojnë sa më shumë identitetin e tyre rreth gjuhës, për shkak se ka qenë një nga segmentet kyçe të krijimit të identitetit ton kombëtar nacional. Kështu që besoj politikanët duhet të bëjnë shumë më shumë për mbrojtjen dhe ruajtjen e gjuhës shqipe kudo që janë. Sa po munden në Maqedoninë e Veriut, nëse mund ta quajmë për kujdesje institucionale dhe në çfarë nivelesh janë? Ju përmendët pak edhe ligjin për njohjen e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Si qëndron për kujdesja institucionale në këtë vend? Domethënë në Maqedoni ekziston një agjencion për mbrojtjen e gjuhës shqipe, faktikisht për mbrojtjen e gjuhëve që janë mbi 20% ku bën pjesë edhe gjuha shqipe si gjuhë më e folur në Maqedoninë e Veriut. Institucionet ende nuk janë të gatshëm të përballohen dhe që gjuha shqipe të përfaqësohet në çdo njësi, në çdo institucion dhe kemi ndoshta pak probleme, mbase duhet edhe ende kohë që gjuha shqipe të përfshijë çdo institucion ashtu si paraqet ligji i gjuhëve, por besoj që me kalimin e kohës do të rregullohet, por është vlen të theksohet. Ligji, gjuha shqipe mbrohet me ligj, kështu që vetëm duhet për kujdes dhe rregullim ende më të qartë dhe më të saktë të ligjit për çfarë ke fjalën kur thua rregullim ende më të qartë dhe më të saktë? Po mendoj që duhet të ketë për emërtim specifik se për çfarë bëhet fjalë. Për shkak se ne flasim për gjuhë që janë mbi 20%. Vetëm gjuha shqipe është në Maqedoni mbi 20%, domethënë përveç gjuhës maqedone, dhe kjo pjesë duhet të rregullohet dhe parafrazohet saktë, se për kë bëhet fjalë. Dhe mos të lehet hapësirë që të mendohet ndryshe, të veprohet ndryshe dhe të ketë mendime, nuk e di tjera, nga ultranacionalistët apo fashistët. A mund të më renditësh, Iliazi, disa nga vështirësitë që hasin nga fëmijët deri tek të moshuarit në jetën e përditshme, vështirësi konkrete që ju si politolog jeni hasur dhe ndoshta për shkak të tematikave të ndryshme që trajtoni her pas here keni pasur mundësi që të merrni edhe shembuj konkret? Unë mendoj se përballimi me problemet është të stereotipet dhe paraqytime që i kemi. Paraqytime që i kanë ndaj shqiptarëve, stereotipe që i ndërtojnë ndaj shqiptarëve dhe shqiptarët këtë duhet ta krijojnë duke krijuar një identitet të sigurt dhe të bazuar mirë në argument dhe fakte që të përballohen shumë më lehtë dhe mos ta kenë kompleks identitetin e vet. Mendoj se kjo friga e identitetit të një identiteti të keq, domethënë, që jepet nga ultranacionalistët, jo shqiptar, duhet të mos ju jepet zë dhe të ju jepet argumente se shqiptarët kanë dhënë një rëndësi të veçantë
në krijimin jo vetëm për vete të krijimit të identitetit kombëtar shqiptar, por të krijimit të një kulture të veçantë në Ballkan. Si ndikon përdorimi i alfabetit të gjuhës shqipe në ruajtjen e lidhjeve kulturore mes Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, por edhe diasporës? Unë mendoj se gjuha shqipe është bazë e identitetit tonë kombëtar shqiptar. Unë besoj se alfabeti i gjuhës shqipe është baza e ndërtimit të identitetit modern kombëtar shqiptar. Dhe më 1908 intelektualët shqiptar, njerëzit e ditur shqiptar, ndërtuan në bazë të gjuhës dhe alfabetit një komb të tërë. Për shkak se mos harrojmë, ishte baza e krijimit të parë të kombeve në atë periudhë, dhe kishte edhe ndikime tjera, kishte edhe sponsorizime tjera, si krijimet e kombeve fetare, krijimet e kombeve të ndara sipas pindjeve të ndryshme, dhe shqiptarët vendosën që të ndërtojnë një komb, një identitet në bazë të gjuhës. Që më herë, domethënë që nga lëvizja e dervishësarës, po mos harrojmë edhe lëvizjen e Prizrenit, ku shqiptarët anë mban kanë dhënë një rëndësi, kanë dhënë një kontribut në ndërtimin e identitetit tonë kombëtar, dhe kjo domethënë sikur vuloset në 1908 në Kongresin e Manastirit, dhe gjuha dhe alfabeti bëhen bazë ndërtimit të identitetit tonë kombëtar shqiptar, që edhe sot ne i kemi rënjet pikërisht të gjuha dhe pikërisht alfabeti dhe pikërisht me 1908. Dhe për këtë arsye 1908, dita e alfabetit duhet të respektohet si ditë mbarkombëtare, ditë të jetë ditë feste si në Kosovë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Maqedoni, dhe të japim zë asaj që na bashkohej, që na unifikoi, për shkak se 1908 Kongresi i Manastirit ishte vit unifikimi, ishte periudhë unifikimi, ishte një ambient unifikimi. Për shkak se të gjithë vendosën të jenë bashkë dhe të krijojnë bashkë dhe të krijojnë një alfabet me të cilën të shkruajnë nga jugu në veri, në çdo krahi, në çdo vilajet gjatë asaj periudhe. Dhe kjo ishte një ballafaqim edhe ndaj perandorisë osmane, ishte një sfidë për valljen ndaj perandorisë osmane. Por jo vetëm perandorisë osmane, edhe përreth popujve tjerë. Për shkak se ne po ndërtonin diçka të ndryshme nga ata dhe që na lidhte drejt për drejt me Europën. U vendosën shkruajnë latine. Ne mos harrojmë se në 1908 ishim ende pjesë e perandorisë osmane. Dhe të vendosësh diçka kundër normave dhe rregullave të perandorisë osmane ishte e sikletshme që asaj periudhe kohore. Ishte jo e mirë për perandorinë osmane, ishte si një përgjigje madhe politike kundër perandorisë osmane. Ishte vetëm një thirrje për pavarësi. Dhe ajo thirrje për pavarësi pikërisht u bë në 1908. Mendoj në ditën e alfabetit. Periudhën e alfabetit. Çfarë kuptimi ka për ju personalisht, po ndoshta edhe nga rrëfimet e të parëve tuaj ditë e alfabetit? Më jep një detaj që gjithmonë e mban mend që dhe mund ta kenë rrëfyer, apo ti personalisht se si e ndjen këtë ditë dhe si ju edhe shumë bashkë shqiptarë të tjerë atje? Tek ne, domethënë, dita e alfabetit është ditë feste, tek ne dita e alfabetit është ditë gëzimi, tek ne dita e alfabetit është ditë unifikimi, si e tha, ku gjithë shqiptarët ndihen të njëjtë, ndihen të përfaqësuar, ndihen se kanë zë, ndihen përparimtar, ndihen se nuk janë të vetëm. Për shkak se e ndjejmë edhe Shqipërinë, e ndjejmë edhe Kosovën, e ndjejmë edhe shqiptarët anë mban ato që gjenden. Për këtë arsye, domethënë, për ne ka një rëndësi të veçantë edhe është ditë feste. Ne festojmë, ne gëzohemi kur vjen momenti, po mendoj se më shumë do të gëzohet dhe festohet në manastir, dhe që është interesant shembull që mbajmë, është një ndër figurat të rilinjes tonë kombëtare, Josip Bageri. Ka dhënë një rëndësi të veçantë në letërsinë shqipe. Dhe ai si person nuk ishte person i ditur, nuk dinte as shkrim lexim, ishte person analfabet. U inspirua nga Naim Prashti dhe ai gradualisht kur migroi në Bullgari, filloi të mësoj të shkruaj, filloi të mësoj të lexoj dhe i lindi pasioni shumë për gjuhën. Filloi të shkruaj shkrime nëpër gazeta, filloi të votoj gazetë, të shkruaj poezi. Dhe poezitë e tij janë shumë të bukura, por përpara që e kemi lënë hare. E kemi lënë hares figurën e Josip Bageri.
Dhe ai pikërisht ajo figurë ishte edhe pjesëmarrëse në 1908-ën. Aty diku ishte në mes të pranishmëve. Dhe pak flitet për të. Dhe pak i ndjehet emri si një rilindas që ka dhënë një kontribut të veçantë në letërsinë e gjuhës shqipe. Dhe për mua është një ndër figurat më interesante në të gjithë periudhën së rilindjes. Patjetër. Por aty është nga Maqedonia dhe ai ka edhe shkollën e parë të gjuhës shqipe në 1908 këtu në Maqedoni, në fshatin Istrov. A ka ende figura që do duhet i përmendje të këtij realiteti aktualisht që flasim që kontribuojnë në Maqedoninë e Veriut për ruajtjen e gjuhës dhe a duhet të ketë një strategji tjetër për promovimin apo mbrojtjen të drejtat, për problematikat që kanë në përditshmëri? Jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, mund t'i referojmë edhe diasporës në tërësi. Unë mendoj se duhet padyshim që politika shqiptare, anë mban, në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, apo edhe në diasporë, edhe në vende tjera ku janë shqiptarët, kur flitet për gjuhën, duhet të flitet me respekt dhe duhet të flitet si bazë e krijimit e identitetit ton kombëtar. Dhe jo vetëm të jetë si një ditë apo të jetë si diçka vetëm e shënuar dhe që neve na shërben për me shkruajt dhe asgjë më tepër, ne memorizojmë diçka nga ajo që shkruajmë, por pikërisht për atë që shkruajmë ka dhënë dikush kontribut, ka dhënë dikush jetë. Dhe ne duhet i vlerësojmë ata persona. Dhe ne duhet i ndjejmë atë periudhë. Dhe ne duhet ta ndjejmë kongresin e manastirit. Për shkak të njerëzit tretën pasurinë e vet, njerëzit tretën mundin e vet, djersën e vet, vetëm për arsye që shqiptarëve apo të krijojnë një identitet dhe shqiptarëve t'u japin mundësi më të mira që të shkruajnë në një gjuhë dhe sot të jenë të lirë. Dhe ne sot e ndjejmë lirinë, por nuk e dim nga na vjen liria. Dhe politikanët tonë kanë harruar si është të mos jesh i lirë, si është të jesh i robrum. Për kaq se nuk jetojnë në atë periudhë, nuk e din se çfarë kontributi kanë dhënë ata. Ato shkojnë, e kanë shumë lehtë të shkojnë të fotografohen, të shkojnë, besoj se as të njohin, po me rëndësi ka që shkojnë të fotografohen kur ka ditë veçanta në përmendore, ose nuk e di, në ambiente veçanta, ku janë krijuar këto dokumente ose ku janë këto figura, dhe pastaj nuk gëzojnë asnjë lloj respekti për ne shqiptarët, gjitha figura, sidomos ata që morën pjesë në kongresin e manastirit, po sa rreme atë Gjergjfishtë, apo Mithat Frashëri. Gjithë këta janë figura të rëndësishme dhe për ne janë të shenjtë. Dhe ne harrojmë për gjithë shqiptarin mbar. Që kemi si pjesë e identitetit tonë. A ka qenë ndonjëherë alfabeti në Maqedoninë e Veriut objekt manipulimi politik? Mendoj që alfabeti ka qenë manipulim politik, jo vetëm në Maqedoni, por edhe Kosovë dhe në Shqipëri. Mendoj se shembull manipulimi i parë politik u bë nga abetaren e përbashkët që nuk pati e di si shërben dhe ku shërben, u bë një abetare, po nuk besoj se funksionon si duhet, nuk është përnda si duhet, besoj se alfabeti është pjesë manipulimi, sidomos me shqiptarët e mëdhatës, ku nuk ju mundson shkolla apo edukime jo formale për gjuhën am që ta ruajnë si pasuri kulturore, jo kombëtare, pasuri kulturore. Për shkak se ne i ngatrojmë kastazi vlerat kulturore. Ne kemi pasuri kombëtare, por gjuha shqipe është edhe pasuri kulturore. Vijat politike. Dhe politikanët tanë vazhdimisht manipulojnë, mirë, po veprimi atyre politik, dhe me thënë vetëm për manipulim, besoj se është dashakeqësh dhe jo i sinqert. Edhe pse krijojnë ta segmente pozitive, me thënë, se qenë votimi i abetarës apo diçka të tillë. Ndërkohë debate ka pa diskutim mbi edukimin dhe arsimin. Si shikon në këtë kontekst, pra gjuhën shqipe në sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut? Dhe kjo është pyetja ime fundit dhe pastaj do doja të ndaj edhe një përvojë personale tënde. Unë mendoj se gjuha shqipe ka një problem të veçantë, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Atë e shohim në bazë të fjalëve që i themi, e shohim në bazë të interpretimit tonë që e kemi në përditshmëri,
ja do të bëj gabime, do të thonë që nuk përdori fjalë shqipe dhe flasim shumë me fjalë që janë të huaja, që nuk janë tona. Dhe kjo është një pengesë e madhe në krijimin e fjalëve të reja dhe në krijimin e një gjuhe të pastër dhe të bukur ashtu tingëllon gjuha shqipe, për shkak se për mua personalisht, po më pyete, gjuha shqipe është, mund të them, lidhisht një ndër gjuhët më të bukura të botës, që tingëllon bukur, që ka një timbër interesant dhe shkrimet shqipe, po ti ndëgjojnë, janë shumë më të hishme se dhe shkrimet e angleze, apo gjermane, apo spanjolle. Shembull, ne mund lexojmë në letërsinë franceze, edhe franceze, po edhe angleze, edhe Shakespeare, po, shembull, hajde më trego se kush ka shkruar më bukur për dashurinë, se sa këto vargje të janë. Unë të desha për te vdekjes, ashtu dashurova unë, edhe prapë t'ja fjalë. Si t'ja falë do të vete, si të desha pak më shumë. Shi, do me thënë, është një gjuhë mrekullueshme, se si djetin fjalët, se e ëmbël është. Dhe pikërisht për të arsye duhet ta kultivojmë dhe ta ruajmë me xhelozi dhe me inat. Se tingon bukur tingon. Edhe është gjëna që kemi probleme patjetër. Edhe për vetë bëj gabim, kuptoj. Fjala më e bukur në shqip për ty. False nuk dëgjova. Fjala më e bukur në shqip për ju personalisht. Fjala më e bukur në shqip për mua, fjala hën. Fjala nën. Hën. Hën. Edhe nën, padyshim. Aha. Mirë. Unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë mëngjes Naim Iliazi për komunikimin drejt për drejt nga Maqedonia e Veriut. Të uroj një ditë të këndshme në vijim edhe në punën tuaj për të gjitha sfidat që përballoni, qoftë në aspektin e gjuhës shqipe atje, por edhe për sfidën e të qenit shqiptar dhe të qenit edhe i paragjykuar her pas here. Faleminderit dhe shpestit gjithmonë. Tash u harruan edhe shumë figura tjera pa më i përmendur që kanë dhënë një kontribut të veçantë, po gjithë shqiptarët kanë dhënë mos harrojmë se kanë dhënë një kontribut të veçantë në krijimin e identitetit tonë kombëtar, si në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Kështu që gëzuar gjithë shqiptarëve dhe urime. Faleminderit shumë që ishe me mua në këtë mëngjes. Mirë, nderuar të shikues, qëndruam me politologun Naim Iliazi drejt për drejt nga Maqedonia e Veriut. Ne do të shkëputemi për pak sekonda, kthehemi sërish në studio. Kam juristin Redi Ramaj për diskutuar për aktualitetin politik në vend.